Shqipëria rënditet në vendin e 80 në raportin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke shënuar ngritje krahasuar me vitin 2024, kur u vlerësua me pozitën e 99. Kosova nga ana tjetër ka shënuar rënien më të madhe në 15 vitet e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të kësaj organizate, duke u renditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti i dytë radhazi që Kosova shënon në rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi më 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova renditet më keq në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Raporti i Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnjë Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Në vendet e tjera të Ballkanit, Malizi renditet në vendin e 37, pastaj Maqedonia e Veriut në vendin e 42, Bosnjë Hercegovina në të 86 dhe Serbia e 96. Raporti thekson gjithashtu se media të pavarura në Evropë dhe në Azinë qendrore po përballen me një krizë ekonomike të paparë, e përkeqësuar nga ndalimi menjëhershëm i ndihmës amerikane dhe ndikimi gjithnjë më i madh i propagandës ruse. Raporti përmend, ndër të tjera, edhe përpjekjet e administratës së presidentit Donald Trump për pezullimin e financimit të radios Evropa e Lirë.